e përkohshme dhe është detyrë e deputetëve që brenda afatit për 34 ditësh ata gjejnë një zgjidhje, në rast se jo, atëherë nga momenti kur kalon afati prej 34 ditësh, brenda afatit prej 45 ditësh presidentja në detyrë, e cila me në atë kohë sigurisht do të jetë zonja Haxhiu kryetare e Kuvendit, ka për detyrim që ta caktoj datën e zgjedhjeve, që sipas parametrave dhe llogaritjes së afateve nuk mund të jetë më tepër se data 7 qershor e këtij viti, por megjithatë besoj që duhet me bë përpjekje të zgjedhurit e popullit, deputetët e Kuvendit, që të bëjnë gjithë çfarë është mundur që vendit t'i dhënë një president sa më konsensual që tjetë, sepse në instancën e fundit është në linjë me pritshmëritë legjitime të qytetarëve të vendit që mi dhënë një president ose presidentet e vendit e cila do tjetë mbi partitë dhe do t'ja kryejë rolin dhe funksionin e saj ose ti kushtetues si përfaqësues i unitetit të popullit. Dhe besoj që është një momentum jashtëzakonisht i rëndësishëm që më në fund vendi ynë ta ketë një president ose presidente e cila nuk do të vijë nga subjektet politike në mënyrë që vërtet ta ushtrojë atë rolin dhe